veç rolit të saj si një qendër tregtare. Meka ishte një vend fetar me rëndësi të madhe. Shenjtërorja e qytetit, Qabeja, u bë qendra një kulti animistik që troqi adhurues gjatë gjithë Arabisë Perëndimore. Prej kohës së lindjes së profetit Muhammed, Qabeja ishte bërë vendi një pelegrinazhi të përvitshëm gjatë të cilit lufta qendërprer dhe vendi i shenjtë i Mekës u shndrua në një lloj terreni asnjanës ku mund të zgjidheshin mosmarrveshjet fisnore. Klanët udhëheqëse të Mekës ishin të tërë antar të fisit Kurejsh, që populloi qytetin, i vendosi rolin fetar dhe mbizotroi jetën e tij politike dhe tregtare. Historianët kanë shpjeguar se para lindjes së Islamit, Meka ishte në një qendje transicioni midis formave fisnore në zhdukje dhe një urbanizmi në fillesa të lindur nga kapitalizmi tregtar. Dhe kjo gjendje vazhdoi deri në lindjen e Islamit. Atëherë kur engjulli Xhebrail i foli për herë të parë profetit Muhammed, kur i erdhi shpallja nga Zoti në vitin 610 në malet Hira në Mekë, që nga ai moment filloi transformimi rrënjësor i jetës arabe dhe jo vetëm.